Në qarkun e Korçës ka nisur sezoni i grumbullimit të bimëve medicinale, ku gjatë kësaj periudhe po mblidhen kryesisht lule ciani dhe çaji i malit. Kërkesa për këto bimë mbetet e lartë, ndërsa sipas grumbulluesve, këtë vit çmimet janë më të mira krahasuar me vitet e kaluara, duke i bërë më fitimprurse për fermerët. Në rajonin e Korçës, që nga Pogradeci, Korçë, Devol, dhe në Ersekë është kultivuar masivisht ciani blu. Dhe ky kërkohet dhe në tregun ndërkombëtar. Dhe për këtë produkt, fermerët janë përfituesit më të mëdhenj krahas dhe eksportuesve. Çmimi i cianit këtë vit ka qenë shumë herë më lart se çdo vit tjetër. Vjet shkoi 12, kurse si vjet me 16.000 lekë të vjetra gjithmonë grumbullimi i tyre. Ka rifilluar dhe kultivimi i çajit të malit. Para 5 vjetë shkoi 500 lekë të vjetra, këtë vit shkoi 13.000 lekë të vjetra. Fermerët që prej vitesh kultivojnë dhe grumbullojnë bimë medicinale, shprehen të kënaqur me ecurinë e sezonit. I mbledhim në gjendje të egër, uliçe, morris, dëllinjë e zezë, mollën e egër. Çmimi nuk kanë qenë keq. Ja vlen edhe për të mbledhur, punoj me vëllezërit. Tregun e kemi të siguruar, prandaj vazhdojmë, kemi vite me këtë. Qarku i Korçës mbetet një nga zonat me potencialin më të madh në vend për bimët medicinale dhe aromatike, ndërsa prodhimi i grumbulluar eksportohet kryesisht drejt tregjeve evropiane, ku vlerësohet për cilësinë dhe standardet që ofron.